A dhe pse vëtë vete? Sepse ti në këtu më sqesh se kjo është shumë serioze, o nub, o snic, sepse ti në këtë studion tonë kje ftyra dhe personalitetet ndryshme. Ke pasë unë gjënë këtu. Dikush të thetë, kur vjesh shehollu në sungjna aty, se unë... Thojnë, për shambull një ndër ta që më ka thonë, ka qenë ish lideri komunist Azem Vllasi. Valaj, kjo që me thonë është palmirës me tina. Më ka thonë burë dhe Nafi Qegroni ka qenë prezent, ku na ka thonë telefon së me orë se ka qenë njoni për shambull Nafi Jani. Qëre, me bu me thonë Gjavit Haliti, bu me thonë dikush për zotin, atëherë une heka pushin. Po me më thonë, një njëri që ka një 20 vjetë para meje, që është komunist i rrëm, me shpirt, me vepra, me krejt. Edhe kjo është, që me thonë, si me thonë ty, hajtë ma mime s'po... Me mbu mu, sugjerim jam profesional dhe taktik, edhe për me jetës në përfarën, krejt që ka punu në komunizm si kësha ti në studio. Pse? Se jenë old-timera. Nuk ka mua... Pendiunisha? Në bjekes, po nuk shqitet aje filozofi mu në këtë start që farë jemi në atë teknologjisë. Me një farformë është fumbje kohë më morë më da. është nevoja e tyne, se aj nuk e dea që ka kompunuën. Ku e dea Azem Vllasi që ka kompunuën? Dhe ta pëtë një liber, në që si zëtë një. Dhe ta pëtë një vepër, një liber le ta që. Pesha, shte kur që ka kompunuën. Ku në Azem Vllasi, kur unë kom nëzirë dokumenta të lefare, pe që sa ju bësë që po keni qef me i thonë kështu, vitet e 90-92, edhe ja u kom quë LDK-s me ju ka dëzue që qka po ju pret. A keni haus dhe më unë shkrime që qka po ju pret. Sa ke punu ti për Azemin e sen? Pa jeme se sa me rëndësi se komunistat i konë dëgja, Azem Vllasi... Që pas na fe po të më thonë dëshka, më s'ka haus në Po, doja thëmë që shërbimet sekrete edhe UDB-ja që njifet të nën popull kjo, UDB edhe kosi ushtarak, janë di kategori. Me ramjen e Rankovicit, 1966, funksionin mbi këqyrës edhe mbi UDB-n i merë kosi ushtarak që i ka referu direkt Titos. Me Titon ka qenë i afërt edhe Azem Vllasi. Unë prandaj doja të vi me Azemin, se Azemi din shumë gjaja sekrete prej kosit, ushtarak, i cili i mbanë shefët nuk do në t'i refen. Qka ti për shamu? Po për shembull, ja ka pas kosi ushtarak, një inqizim, kur ka qenë një parat në Beograd, Azemi ka qenë me Tito në afer. Edhe i thot nga dalet e veshi, i thot, druzhe Tito, shoku Tito, a zashtu dhe nëse daje Kosovo Republika? Pse nuk jepet Kosovo Republika? Tito e i thot, po këto i ka inqizu kosi tani, edhe Titon edhe Azemi. Tito e i thot, Azemi quti, nemoj da mi sfara është problemi së Sërbima. Në me thë ka pas problem me Sërbët. Po du të thëmë, këtë që e përmendi parës edhe Fatmiri, shërbimi atëhershëm ka pas disa strategji shumë specifike, për shemë dhe me metodën e komprimitimit. Ka mbledh materiale komprimituse për Fatmirin, ose për Gashin, ose për Timin. A kja me nëjtë dokumenti kumë për Azemin diçka? A ka diçka për? Po ka, pa Azemi nuk do në të folja, dinaj. Qka për shamu ti, qka kja Po dinaj shumë gjaja që janë ende sekretet kosit ushtarak. Kje me Miloševićin, kur vjen që të në fush Kosovë, në të të nëmë... Po, që kërsnohen ati, të di ato. Po, me to që atë shqetë. Si do të shoftë, unë du mu inkuadru pak që përmende të kriptomonedhat, të dërgesa ose shumë më rëndësi. Bitcoin. Jo vetëm Bitcoin, ka shumë monedha tjera blockchain, është fakcione me atë punë mirën prej vitit 2013. Jo, është shumë më rëndësi, se për shembull ti që nuk e njeh atë botë, duket kur gjo, por një pjesë e pagesave sot bëhet përmes kriptomonedhave. Edhe në çështjet e krimit edhe terrorizmit edhe gjithë. Domethënë nuk është pak me anashkaluke këtë. Për shembull, unë nuk kum fshej për shembull kur e di që i kum ble prej Fatmirit 5 bitcoina, se unë në Londra kum pas ndaluar me ble 5 bitcoina. Pse Fatmiri ka ble Bullgari prej dikujt, unë i kum ble prej këtij për shembull, ka sa mi shet
Fatmir më ka thonë ti shes $800, ki ka marrë $500. Një bitcoin, po flas për 2015. Po mos ta mos do. Jo, shumë është me rëndësi se lidhet me shërbime, me sigurimin, me kohën e sodit, se një pjesë që e kanë nxjerrë për shembull tani. Po. Domethënë që si më ndihmu njerëzit hoxhallarët edhe Telegrami. Telegrami është i rrozve. Telegrami është i rrozve. TikTok është i kinezve. Tim Shkupi s'ka as TikTok, as Telegram. Unë si personalit nuk kam se një ditë mundet me pru vendim. Qeveria Kosovës, qeveria Maqedonisë me ndalë, unë jam i pasur se s'ka mune atin e përdërus. Një prej pikave që hoxhallarët kanë ra viktim se kanë mendu vetëm për gushën e jo për fushën. E vërtet. Po shumë e rëndësi me bën emision rreth kësaj. Po çka ishte më zbulu diçka për azimin se ta nam gjyst, që thotë di shumë sekrete. Po jo, dinaj, po nuk do t'i tregon njeriu tani. Për shembull, çka din një prej sekreteve që thonë? Po dinaj për shërbimin e Kasit, Kasi ushtarak, për shkak se Kasi Basramjes Rankovićit i ka referu direkt Titos. Edhe mandej e ka kontrollu edhe UDB-n Kasi, që këtë nuk e din çdo kush. Po kompetencat atër Titoja i jep që edhe UDB-n ta kontrollon Kasi që i ka referu direkt Titos. E me Titon ka qenë azemi. Edhe Stane Dollonci. Po gjithë ato. Stane Dollonci i ka kriju 2 qendra islamike në Gjermani, qendrën në Hamburg dhe qendrën në Leverkusen. Stane Dollonci? Ai ka qenë ngarkuar për çështje të sigurisë në Jugosllavi. Domethënë, në Leverkusen dhe në Hamburg janë qendrat islamike të Stane Dollonci. Bravo. Kje për shembull kjetën UDB-ja asaj kohës komuniste, emigracioni shqiptar, krerët e emigracionit, si Gjafer Devën, Abbas Ermenin, Abbas Kupin, Luan Gashin, e tjerë janë shumë mos i përmend, i ka përpunu në përmes doktor Kroat, që e kanë qujtë, ja kam haru emrin, po më duke se Jelic. Po. Jelicin, edhe në përmes Jelicit i ka përpunu krerët e emigracionit shqiptar. Në me thë ka bë kombinime të atila operative, spionazhit, që janë gjëja shumë të komplikume. Këtë emision sonde që e kemi me zgjot 3-4 orë, është pak, po jemi minutat e fundit, nuk isha pas dëshirë për fond, prej secilit prej juve nga një mendim se çka na pedim se nga la vjen rreziku, çish po veprojnë, çka po bojnë, po si me ndohen, me lazem këtë gjë. Cila është preventiva? Preventiva e ime edhe analitike dhe me qartu shumë saktor që shteti duhet me kalu ligjvënie sa i përket kësaj dukurie negative cilë ne u ka shfaq si komunitet shqiptar në Kosovë. Me një farforme duhet vim përfundimisht ta kryejmë ligjin edhe përmes ligjit të kontrollojmë çdo dikaster fetar në Kosovë dhe